Edhe ti të baton çfarë ke tani ti dhe të konkludojmë me një pyetje të fundit që kam unë. Atëherë, që nis nga tela. Kur tham unë që Edi Rama është kryeministri më i mirë që ka pas Shqipëria, unë e kam bindje ata, nuk e kam rastisht. Dhe kur e them se e kam bindje, atëherë, po unë spengova kur të Mos më jep leksione mua dhe tjerve që thonë si duhet kritikuar më cilësisht Rama. Po e ky s'duhet kritikuar vlla se ky është heroi jon. Atëherë kur unë e tham këtë fjali, unë e bëj analizën mbi atë që kam treg. Jo mbi atë që kam në imagjinatën time kush e rrezon Edi Ramën. Dhe kur e kam Edi Ramën përballë Sali Berishas, përballë Llapajt, përballë Shehajt, për arsye se Çorin ende nuk e kam pa në betejë tamam, atëherë unë padyshim e zgjedh Ramën dhe tham që Rama është kryeministri më i mirë që ka pas Shqipëria. Ti japi 100 argumente krahasu me tjerë. Dhe kjo është e para. Por, Bushat, kam një problem me vazhdimsinë që nuk e mohoj që kritikat ndaj Edi Ramës i ki të qëndrueshme. Por, a mjaftojnë këto kritikat qëndrueshme që ti ta fitosh betejën me Edi Ramën, kuptimin, ose diskurs, nalu prit dhe përfundoj dhe në fund. Unë kam betej me të vërtetën, s'kam betej me Edi Ramën. Unë kam të vërtetat e mija dhe ikin shpima, vlla. Jo, e kam një problem. Cila është e vërteta jote, bu? Ju doni cila është e vërteta? Vërtetat si pas meje. Do me thënë... Po mle se fole 20 minuta ta përfundoj pasaj. Jo, edhe tash, beteja jote me të vërtetën, duke mohuar të vërtetën e ti, po vetëm gabimet, ose të mirën e ti veç për gabimet, se ti ja shikon vetëm gabimet. Jo atë që ka prodhu Edi Rama gjatë tyre viteve. Atëherë, nëse nalesh të gabimet, besueshmëria dë bëhet me e vogël. Për arsye se kur po më thua mua, kur po më kritikon mua, pse thua që Edi Rama është më i miri, unë e krahasoj me Sali Berishën, për arsye se diskursi jot ndaj Sali Berishës ka qenë më së paku në fjali i vrasht. Jo kritikus, i vrasht ndaj ti maksimalisht për të keqat që i ka bo Shqipërisë. Në raport me krimet që ka bërë? Po pra, se raporti e ka me të vërtetën. Kur vjen në analizë në vitin 2021, o në vitin 2025, gjatë zgjedhjeve, njerëzit ta mbajnë mend diskursin, fjalit dhe kritikat që ja ke bërë një njeriu se çfarë ka bërë në jetën për e ti politike. Dhe çka tash, kur ti e kritikon Edi Ramën, ti a priori e krijon një farë simpatie për një opozite cila ka qenë gjys kriminale gjatë kësaj periudhe politike. Më falë, këtu është problemi që ki në raport me shikusin, ose me votusin. Votusit beson që qeveria Ramës është, një pjesë e qeverisë Ramës është e korruptuar. Dë beson. Pra arsye se ke folë për incineratorin, ke folë për PSD-n, ke folë për sterilizimin, ke folë gjitha. Ato janë të vërteta. Ato janë mena procesit. S'kam folë kështu si më citove ti. Se nuk kam thënë një pjesë e qeverisë Rama. Ke thonë qeveria Rama. Ty nuk ta nxëgoja, unë kam thënë Edi Rama është i korruptuar. Po, mirë. Po ti dhe kur më citon mua, e zbut citimin tim se ke frikë ta thuash. Unë s'kam frikë për asgjë. E kupton çfarë debati? Jo, po bëjmë ne të dy. Unë s'kam frikë. Unë s'kam frikë asgjë. Shka forë, ti e citon. Jo, me qenë se cilësia jote, me qenë se cilësia jote e diskursit publik, është gjysmë me vërtet, për arsye se e ke krejtësisht vrasht. Dhe me thonë, Edi Rama është i korruptuar, Edi Rama është i korruptuar, ta tjertë nuk vlenë fare. Dhe me thonë, ministrat ti si nuk mëran fare. Ti e gjenë një autokrat, një diktator, i cili vendos për gjitha, pastaj bosh ma pak i besueshëm. Edhe humbe vërteta jote. Edhe kanë faj unë, Jo, s'o është bërë se ke faj. Ju bërë meme në studio që s'di emrat e ministrave. Se këta ministra nga ka servit Rama. Dhe unë të mere, edhe unë të dimo. Ose janë kukula. Edhe ujtë rinjë nuk do t'i dish fare. Janë kukula. Ylli, ta përfundoj në fund. Kur po flasë për qeveria, Rama fitohet me cilësi dhe me të vërtetën. Atëherë unë Bushat jam i sigurt që Rama është i fitueshëm lehtë, shumë lehtë, dhe unë nuk besoj që autokracia ti është e fortë sa mund të mbajë pushtetin. Por, për faktin se Rama fitohet se pari me diskurs të besueshëm, pastaj fitohet me diskurs intelektual dhe me
dhe me diskurs moral, unë beson të këto 3 elementa pa probleme fiton Edi Ramën. Dhe, këtë në fund që desha me thonë, ti e kritikusi më i madhi Spaku. Pra, se e ke konsideru si pjesë të regjimit dhe pjesë e kontrollit ndaj Ramës. Që Rama ka ndaj ta. Spaku ka qenë ndoshta institucioni i vetëm që i ka dhënë opozitës hapësirë për ndërtu diskurs. Për arsye se i ka burgos ish-ministrat, ka burgos Zevensk, ose e ka ndjek Zevensk kryeministit, e ka burgos kryetarin e bashkisë, ka Zevensk ministra, 5 dën. Qatë do me të bëni sistem gjyqësor, se sa me ta kriju atmosferën dhe frymen për me fitu BTN. Po adim se ka fitu BTN, se ka mungu e vërteta. E cila është e vërteta? Pra arsye se njeriu që udhëheq opozitën, është pikrisht ai i cili s'di me ndërtu diskurs. Ka që është? Ti dash besoja, apo jo, kjo është e vërteta. Me një frazë. Më duket se ti, dhe jo vetëm ti. Me mu, lej tjertë, mësë më krasa me kraska. Jo, po s'është fenomen. Jeni infektuar aq keq nga virusi i luftës ndaj çdo kritiku të Ramës, sa muaj përshkruar nga ty mu duk vetja si Saliu. Pra ti nuk u more fare me Ramën. Ti u more pse kritika një gazetari të zakonshëm ndaj Ramës është e gabuar. S'thash unë. Pra, po këtë... Nuk thash ashtu. Jo, unë e thash është e vërtet. Po kritika është e vërtet, po humb kritika jote në diskurs. Po, pra. Dhe ti qanë halin se kritika ime humbi. Po, humbi le të Pyetje fundit, që do jemi... Problemi është cila është kritika jote ndaj njeriu që po i bën gjëmën Shqipërisë. Jo a dia s'di ta kritikoj cilësisht. A do qëla është kritika ime? Kritika ime është... a do qëla është kritika ime? E, pra tani. A do qëla është kritika ime? Ka ndërtu sistem paralel. Atere. Jo, ti përgjigjem. Ka ndërtu sistem paralel të funksionimit. Hajduta për shtetit. Hajduta për. Nuk e di, unë e s'flas ti e din. Iqe, i kuptova të gjitha, iqe. Kalojmë të pika tjetër. Do me thonë, pika tjetër... Hajdut apo jo? Po së nuk funksionon. Harroje që unë ka sistem binar. Hajdut nuk i thëmë mas i njeriu. Hajdut për arsye se unë me konsideroj që kam aq edukat. Tela, vetëm ma një fjali. Nuk mund të quaj asë kënë hajdut pa fakte. Pa vendim gjykatë. Nuk ndërtojnë dëshira. Tela, një fjali se cili arëzohet Rama me zgjedhje dhe kush e rëzon Ramën? Po jo, s'ma lete përgjigjen se më tha... Do jemi... Po jo, në të vërtet, tha nuk mund është se... Po nuk the hajdut... Mere kur të japësh të përgjigje aty? Jo, s'ka lidhe. Kështu e mbyll bisedën. Është kështu të apo s'është kështu tak? Po të jep vendim pra po të tema i të thashun. Po ti më ndërpreve. Jep vendim pra. Unë e thash. E bën jo vetëm me ty. Ka ndërtu sistem paralel. Ka sistemin e. E dyta. Ka sistemin e vendimit. Ka ndërtuar një qendrat trev që nuk ka arritur të mos jetë korruptuar. Ka fut në politikë femra ose gra të cilat... Dy mohore, nuk ka arritur të mos jetë. Femra të panur. Jo, gra të cilat realisht nuk kanë treguar aftësinë e duhur atë sa ka pritur. Bile janë treguar se janë gjithashtu të korruptuara. Duhet të tish mbi pas... Po çfarë do të them më shumë? Me çat cilësie i ka zgjedhur, se ndoshta cilësinë ja i qytet korruptuar aty. Çështja e tij është çfarë është cilësia. Pyetja e fundit vetëm një fjali se na la të pjesën tjetër të emisionit që është goxha pa e berë. Tela, a rëzohet Rama me zgjedhje dhe kush e rëzon atë? Dhe ne këtu fjalë kemi. Në këtë sistem që ne jetojmë, Rama duhet të rëzuar me zgjedhje. Por duhet bërë zgjedhje që të rëzohet Rama. Po kush t'i bëj? Rama duhet i bëjë ato zgjedhje. Do me thënë Rama të korrigjohet në qoftë se është gabim? Në mënyrë tjetër s'ka. Në qoftë se është diktator të rregullohet Rama, thotë? Ta detyrojnë Ramën që të bëjë zgjedhje. Mentor? Ta detyrojnë që të bëjë zgjedhje. Po unë mendoj që rëzohet me zgjedhje. Prap duhet përsëris veten 2021 ishte shembull që edhe me këtë sistem dhe me proporcional rajonal me koeficientin e dondit mund të rëzohet. Dhe shifni Serbin, edhe Vučićit mund të rëzohet nga protestat e studentë. Këtë një mendim që nuk rëzohet me zgjedhje. Bushati ka të njëjtin mendim. Baton? Nuk rëzohet me zgjedhje. Veç me zgjedhje.
Veç me zjedhje. Me zgjedhje dhe Rama është fitus 2021 edhe 2025, arsye se ka ndërtu dëshira të bojkotimit parlamentit edhe bojkotimit zgjedhjet lokale që i kanë kriju një autokrat i cili vendos për gjithë shka për fajin e opozitës. Ne s'mund të thëmë ndryshe përveç që fajin e opozitës ka qenë bojkotimi zgjedhjeve. Ore, ta i dut ata e bën me zorëre. A i s'kishe ndërmend fare. A i opozitës është më. Do me thënë autokrat prej opozitës. Nuk bëhet analiza një 2025. Jo, ajo ka një tradit, edhe një vazhdimësi. Nderuar të shikues, pjesa e parë kjo ishte. Unë do t'ju rikujtoj dhe njëra të që e tregova Bushatit, edhe të kolegëve të tjerë këtu, që e ka shkruar Jespas Ismail Kadareja, duke vizituar her pas herë poetin ton të shquar, Lazgush Poradeci, në vetmin e vetë dhe me qenin e ti, në shëtitje e sipër, Lazgushi ngriti kokën dhe i tha, Ismail, në sistemi jemi tani, jemi në socializëm, zoti Lazgushit, ai. Ka që ishte kjo pjesë,